Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar pak Eglin edhe Xhenetën, dy vajzat që flok për flokësh nuk i pam, dy vajzat që kanë një zemër dhe luftojnë për një emër. Dhe në këtë rast, ato e duan gjestin pafund. Në një kohë ku çdo mendim, çdo reagim dhe çdo ndjesi hidhet në rrjetet sociale për t'u analizuar, për t'u ndarë apo për t'u shpërbër, ka ende njerëz që zgjedhin heshtjen. Jo nga frika, jo nga mungesa e fjalëve, por sepse dinjiteti i tyre është më i lartë se çdo sher publik. Dhe njëra prej tyre është Egli Tako. Ditët e fundit, rrjetet sociale, mediat online dhe komente publike janë tronditur nga deklaratat e Xheneta Fetaut, e cila në mënyrë të hapur ka folur për të kaluarën e saj me gjestin, por jo vetëm kaq, ka thumbuar dhe ofenduar drejt për drejt Egli Takon, gruan që sot qëndron për krah tij, dhe ndoshta çudia më e madhe për publikun ka qenë pikërisht mungesa e një reagimi nga Egli. Por për të gjithë ata që e njohin Eglin, kjo është heshtje, nuk është dobësi, është fuqi. Është një mënyrë e zgjuar për të mos ushqyer energji të ulta, për të mos e kthyer dashurinë në betejë dhe për të mos hyrë në lojën e komenteve që nuk ndërtojnë po shkatërrojnë. Dashuria e vërtet nuk ka nevojë të bërtas për të dëshmuar që ekziston, nuk ka nevojë të luftojë në rrjete për të provuar që është reale. Ajo ndihet, përjetohet dhe më e rëndësishmja, vërtetohet për dytë në sytë e njeriu që ke pranë. Egli Tako është një vajzë që vjen nga një botë e qetë, nga një familje që i ka dhënë edukat, vlera dhe dinjitet. Nuk është mësuar të tregojë gjithçka në publik, nuk është mësuar të përleshet me fjalë. Dhe ajo e di më mirë se kushdo tjetër se dashuria e saj me gjestin nuk ka nevojë për të mbrojtur me postime apo polemika, sepse është një marrëdhënie që qëndron vetë. Xheneta Fetau ka zgjedhur të flasë, ndoshta nga ndjenja të papërpunuara, ndoshta nga xhelozia, ndoshta nga nevoja për të qenë sërish në qendër të vëmendjes, dhe e ka bërë këtë jo vetëm duke rrëfyer marrëdhënien e saj me gjestin, por edhe duke ofenduar Eglin në mënyrë të drejtë për drejtë. Por çfarë ka bërë Egli? Asgjë. Edhe kjo është forca e saj më e madhe, sepse ajo e di që reagimi do të ishte një ushqim për ata që duan përçarje. Një shkrim, një story, një video e saj do të shpërndahej me tituj të mëdhej, do të rritej përplasja, do të grumbulloheshin klikimet, por ajo nuk është më këtu për të bërë këtë bujen. Egli është këtu për të ndërtuar një jetë me gjestin, një rrugë të qetë të pastër, larg zhurmës që krijojnë ishmardhëniet e mbetura pezull. Pse nuk reagoi Egli? Sepse ajo nuk ka frikë, nuk është xheloze, nuk është e pasigurt. Ajo është e qartë me ndjenjat e saj, e qartë me vendin që ka në jetën e gjestit, e qartë me atë që përfaqëson si grua dhe si njeri. Kështu mendoj unë. Ajo nuk ka nevojë të krahasohet me askënd, as të tregojë pse është më e mirë, sepse e di se njeriu që ka për krah ka zgjedhur atë, dhe kjo mjafton. Në një botë ku çdo grua nxiton të mbrojë veten me fjalë, ka gra që mbrohen me dinjitet. Egli Tako është një ndërto. Ajo nuk ka ul veten për të luftuar një betejë të pavlerë me një ish që kërkon vëmendjen. Ajo ka zgjedhur të jetojë qetësinë e saj, të ruajë pastërtinë e marrëdhënies së saj dhe të mos lejojë që asgjë e jashtme ta ndot këtë. Kjo nuk do të thotë se nuk kanë ndjerë, sigurisht që kanë ndjerë. Ndoshta lëndim, ndoshta zhgënjim, ndoshta dhembje për padrejtësinë e fjalëve, por forca e saj është që nuk e lejon atë dhimbje të bëhet publik spektakël, sepse Egli Tako është një grua që lufton shpifjen me heshtjen e poshtë xhelozin dhe me maturi, edhe mbron dashurinë e saj me dinjitetin më të madh. Unë jam munduar që në këtë formë ta shpjegoj marrëdhënien mes Eglit edhe Xhenetës, sepse nuk më duket që gocat, të paktën Egli ka leverdi që të bëj luftën kundër drejt Xhenetës, se tashi Xhenetës nuk ja mori njeri burin, Xheneta e kishte burin të lënë pasi doli nga Big Brotheri, por gjithsesi Egli ka qëndruar, ka vendosur të qëndrojë stoike, konstante në qëndrueshmërinë e saj dhe të mbajë këtë qëllimin që ka për të arritur të merr vetëm dashurinë e gjestit dhe jo për të marrë komente apo për t'u zënë në për emisione, për të marrë ca like apo klikime. Dhe këtë gjë nuk e shohim fare tek pjesa e Egli Tako.